Sot do kaloj 24 orë sikur të jetë viti 2004. Nuk do t'ju tregoj asnjë plan dhe asnjë detaj se çfarë do bëjmë sot sepse s'duam. Bëj shaka, nuk do t'ju tregoj asnjë plan që kemi për sot sepse pastaj mendoj që mund të mbasi kurioziteti nëse ju them që tani se çfarë do bëjmë për 24 orë. Dhe dyta, mendoj që në vitin 2004 askush nuk ishte një plan ditor, okay? Ishin shumë spontan, thjesht dilnin, bërin çfarë të donin, çfarë i vinte në mendje, nuk është se kishin një plan të skeduluar, nuk kishin një celular ku të shkruanin noca, dhe thjesht dilin nga shtëpia dhe vazhdojnë ditën dhe çfarë t'i sillte universi, ato e pranonin. Do fol erm. Thjesht do bëj make-upin tani, okay? Make-upi, transition, tani, pa make-up, me make-up. Dhe ky është make-upi, qetësohuni, akoma s'kam mbaruar, akoma s'kam vënë lip gloss, akoma nuk kam kapur flokët, akoma s'kam vënë outfitin dhe mund të duket si një make-up shumë i zakonshëm, por jo. Nuk e di, në kamera nuk duket dhe aq sa duket në jetën e reale, por kam vënë eyeshadow blue këtu në mes dhe kam vënë shumë xixa dhe nuk e ndoshta kur dal në diell, okay? Akoma s'kam bërë flokët dhe lip glossin dhe outfitin, pse? Sepse njerëzit në 2004 edhe hanin. E ke parasysh kush do ha mëngjes? Mendoj që një mëngjes tipik në 2004, të paktën në Shqipëri, se nuk mendoj që ushqimet kanë qenë trend atëherë siç janë tani, nuk mendoj që askush nuk hante tost me avokado, edhe smoked salmon me Philadelphia, eggs Benedict, jo. Të paktën në Shqipëri nuk e di, mund të jem shumë gabim, por jo, jam 100% e sigurt. Dajon do haj një mëngjes tipik shqiptar që mendoj që mund të ishte tipik dhe atëherë, me shumë mundësi ka qenë trend veza. Po do haj vezë të skuqur, buk, djathë të bardhë, do ishte shumë mirë të kisha edhe domate dhe kastraveca, por nuk kam dhe kemi një ditë shumë të gjatë para, ndaj nuk do iki tani të blej domate dhe kastraveca, sepse mjafton vetëm një vezë, dy vezë të skuqur. Kështu që le të gatuam një mëngjes 2004-es. Kam qenë në pikë të mëngjesit që më ka hyrë diçka në sy dhe nuk po e nxjerr dot dhe çndroj 24 orë me të gjëra në sy sepse do të mbaj make-upin në sy dhe për 24 orë dhe pastaj thjesht do shkuj. Kam harruar të flas. Kam aq kohë pa bër video në YouTube se kam harruar të flas. Do skuq 2 vezë, nuk ka nevojë për tutorial, do ju tregoj ndërkohë që do ham së bashku sepse ai do jetë momenti më i lezetshëm dhe do e kuptoni për pak pse. Prit, para se ta mëngjes kam harruar gjën më kryesore. Kjo nuk ekzistonte, kjo. Celulari nuk ekzistonte. Celulari po, do ja tregoj për pak, por iPhone-i që kam në dorë tani, rrjetet sociale, as YouTube-i nuk ekzistonte, ndaj këtë celular unë do e zhduk për sot. Kur them zhduk, do e fus te një sirtar, do e kyç, do e mbyll, nuk është se kam një sirtar që mund të kyçet, por do e mbyll këtu. Se po përtoj, çrova. Po përtoj ta heq celularin nga tripodi. Mos ka ndonjë gjë që s'duhet të shihni këtu. Rash, që nga shumë e vështirë të jetoke pa një iPhone, po më kapin që tani ethet. Por, kjo nuk do të thotë që atëherë nuk ekzistonin celularët, sepse ekzistonin. Dhe unë kam mbledhur një koleksion që ishin disa prej shumë celularësh Nokia flip phone që kishte ruajtur babi im që nga viti, nuk e di kur më ka dalë Nokia e parë. Mendoj që kjo mund të jetë më e vjetra që kam në koleksionin tim tani. Nokia është nga ato që thyen pllakat. E ke parasysh, nëse kjo bie në tokë do çahet pllaka, nuk do çahet kjo. Fatkeqësisht nuk gjeta dot baterinë e kësaj që ta ndizja, do doja shumë ta ndizja dhe të luaja atë lojën me gjarprinj, nëse keni parasysh. Nëse nuk e keni parasysh, jeni shumë të vegjël për ta parë këtë video, ju lutem largohuni. E di çfarë pëlqen shumë nga celularët e vjetër që kanë qenë shumë mekanik. Më mekanik. Tani, kemi një flip phone Motorola. Sa të shumë cool, është thjesht alo. Çfarë? Po ndash? Edhe ka këtë antenën, është shumë cool, por fatkeqësisht as kësaj nuk ja gjeta dot. Si hapet kjo? Jo, kjo ka bateri, por nuk i gjeta dot karikues, sepse ka një karikues shumë të lashtë. Pse? E di çfarë nuk më pëlqen mua nga ndryshimi i viteve, është që apo më ndiqen vezët? Nëse as kjo nuk ndizet, po më duket gjëja më cool, më duket super cool. Pastaj kemi prit shoh vezët. Okej, vezët për 2 minuta mund të ndiqen, kështu që kemi edhe 2 minuta kohë. Kemi Nuk e di nëse ishte ikonik vetëm për mua ky celular Motorola. Të betohem, ju betohem, kam një celular Motorola hot pink, nga ato që kanë qenë super ikonike, që i ka pas Paris Hilton, Britney Spears, gjithë ikonat e viteve 2000, por nuk po e gjej dot dhe kam foto, kam proof që e kam atë celular, por nuk e di ku e kam, nuk e di ku është zhdukur, ndoshta është teletransportuar në vitin 2004, I don't know, por super ikonik. Tani tjetër, kjo ndizet, mendova se ishte iPhone 4, por është iPod.
Është iPod, por unë nuk e di pse mendoja që iPod ishte vetëm për muzikë. Shiko, kjo ka... Okej, vezët po digjen. Këtë do e mbaj për pastaj. Dhe ja ku është mëngjesi 2004-s. Do thoni pse do jetë ky momenti më i bukur, jo momenti më i bukur i videos, por një moment super i bukur. Vetëm dëgjojeni fillimisht. Horoskopi vitës është unë, 19 maj 2018. Dashi, pritshmëritë e personave që ju qëndrojnë. Nuk e di, super nostalgji. Kjo muzika, zëri i kësaj, everything. Tani e di shumë mirë që kjo nuk ka qenë në 2004. Në 2004 s'kisha lindur as unë, apo kisha lindur. Çdo mëngjes, ndërkohë që bëheshim gati për shkollë ose hanim bukë, ishte gjithmonë kjo në background, gjithmonë horoskopi, edhe ndonjëherë edhe vonohesha për të shkuar në shkollë sepse rria dhe prisja derisa të vinte shenja ime briciapi edhe pastaj ikja për në shkollë, por kjo është nuk e di. Unë tani do ha mëngjesin tim të 2004-s, thjesht vezë dhe djathë dhe bukë, edhe do shoh horoskopin, okay? 19 maj 2000, është data 20 maj 2014, është data 20 maj sot. Okej, është mend të bi, do shoh shenjën time, prit. Urrejat prisa shenjën time se briciapi është nga fundi, e ke parasysh? Briciapi. Shumë gjëra janë më të thjeshta nga se mendoni dhe këtë do ta vërtetoni sot. Do të zgjidhni shumë thjesht një problem që e mendoni të pasgjidhshëm. Ujori. Nuk krija problemi kam të pasgjidhshëm në trurin tim, por me sa duket do e zgjidh sot, edhe thotë që çdo gjë është më e thjeshtë se ç'mendon. Është pikërisht qëllimi i videos, duke i treguar se sa e thjeshtë ka qenë bota atëherë dhe sa e komplikuar është tani. Nëse do haj bukë edhe do vishem. Para se të vishem duhet të mbaroj haulin tim me pajisjet e viteve 2000. Tani po ju tregoja këtë iPodin që unë mendoja në fakt që ishte një iPhone 4, sepse është shumë e vogël dhe është... Nuk e di si është iPod sepse kjo ka gjithë këto gjëra. YouTube. Shikoni si ka qenë logoja YouTube-it. This is crazy. Notes. Oh, mund të bëj notes. Miau. Pas ka të autocorrect. Okej, autocorrect nuk funksionon. Notes i parë dhe i vetëm në këtë iPod. Dhe e lash muzikën për të fundit sepse vetëm muzika funksionon këtu, pas kam hapur Lady Gaga çfarë. Tani ta dëgjoni pak se si po vej. Drake. What the fuck? What? Jam shumë e konfuzuar sepse nuk mbaj mend ta kem pasur unë këtë iPodin dhe mbaj mend që kjo ishte e babit, më duket. Po pse do ishte muzika e Drake-ut kë? Nuk e di në fakt nga cili vit është ky iPod, por ja si dëgohet. Volumi dëgjohet shumë i mbytur, nuk e kuptoj nga model muzika, s'po e kuptoj. Nëse unë kam planifikuar çdo gjë në këtë video, një gjë që nuk kam planifikuar është veshja dhe kjo më streson shumë. Tani unë jam shumë e qartë se çfarë ka qenë ikonike dhe çfarë ka qenë fashionable dhe trendy në vitet 2000, sidomos 2004, por nuk e di, tani kam këto jeanset më low waist që mund të ekzistojnë, pra nëse unë vesh këto dhe vetëm përkulem pak. Tani, diçka tjetër që mendova që ka qenë super trendy, që as nuk e kam veshur kur, janë jeanse ose streqe të ngushta me fund sipër. E di që është gjëja më cringe, sepse shumë gjëra të viteve 2000 janë bërë trendy gjatë këtyre viteve, gjatë 2020-s, edhe duken shumë bukur, por vetëm diçka që nuk ka ardhur akoma, nuk ka bërë një comeback dhe nuk e dia do e bëj kur, është mini fundi sipër jeanseve. Por mendoj që me ata do përfundojmë se nuk pas kam asgjë tjetër, kam vetëm ato super low rise, diçka tjetër që ka qenë super ikonike kanë qenë këto sweatpants, pra tutat e Juicy Couture. Ato të Juicy gjithmonë e kam pasur këtu mbrapa, një Juicy, por këto se kishin. Is that my shirt? No. Edhe këto janë super cool, por dua të shkoj pak më out me outfitin sot. Dhe kam dhe këtë bluzën, që nuk e di ato vishej në vitet 2000, por vetëm nga ngjyra mendoj që është shumë in, por ka kuris komplet të hapur dhe është para dite do dalë dhe do bëj gjëra jashtë dhe s'dua që dhe kjo është për party, është për dalë në klub. Unë zakonisht rutina ime mëngjesit është të bëj kafe në shtëpi, por në vitet 2004 jam 100% sigurt që nuk ka pasur makineri espressoje dhe nëse pinin kafe në shtëpi njerëzit, normalisht pinin kafe turke, të paktën në Shqipëri po flas, se jashtë edhe mund të pinin. Po flas shumë. Tadam! Gjithashtu, dy syze. Kemi këto syzet, që janë super 2000s, mendoj që i shkojnë super shumë outfitit dhe janë shumë të veçanta, po ndjem sikur është it's so too much, dukem si Jojo Siwa. Janë dhe këto, që mendoj që janë pak më normale, po prap ka kaq shumë ngjyrë dhe këto syzet duan domethënë. Bura dhe lip gloss, këto vëthët hoops kanë qenë shumë in dhe thjesht dukem sikur kam zbritur nga një ylber, sikur unë jam ylberi nëse ylberi do ishte një njeri. Hold up.
Tani, gjithsesi, megjithëse mua më pëlqen shumë ky outfit, do më pëlqente edhe më shumë pak të fare. Shive, cute. Por, këtë më ta vishja te një party. Dhe me qëra fjalat e party, a e kuptoni pse unë po e bëj këtë video, pse ju po ju tregoj këtë outfit, sepse unë do organizoj një party me tematikën 2000s, pikërisht këtë që po bëj sot, në datën 4 shtator te Tunel Tarrac. Party do jetë komplet 2000s theme. Outfiti do jetë dress code rreptësisht 2000s. Muzika do jenë hitet më të forta të 2000s. Dekori do jetë komplet 2000s party theme. Dhe mezi po pres, mendoj që ky për shembull është një outfit që ju gocat duhet ta vishni se s'bën. Nëse doni dikujt prej jush, mund t'ja jap unë këtë outfit, okay? Party normalisht është 18+, kështu që lejon vetëm moshat 18+. Për sa i përket biletave, mund të gjeni çdo informacion rreth çmimit te profili im në Instagram ose në TikTok. Dhe i gjeni te Le Futur në blog. Mund të shkoni aty për të bler biletat nga ora 9 e mëngjesit deri në 9:30 të darkës. Dhe mezi po pres për atë party ku do jetë komplet 2000s me outfite me veshje, me celular flip phone nëse keni sillini dhe do shifemi aty, okay? Mezi po pres, I can't wait. Tani ju do thoni Hilda, çfarë do bësh jashtë gjithë ditën, nuk ke celular, ku do takosh, se s'ke si merresh vesh, s'ke si e takon. Je ul në kafe, po çfarë do bësh? Do rish po. Çfarë bëni në 2004? Çfarë mendoni juve? Rrinin, uleshin në kafe, nëse nuk ishin vetëm, ishin me shoqërinë, bënin muhabet. Nëse ishin vetëm ama, mund të kishin celularët e tyre të vjetër, të viteve aq, ka marrë një libër dhe tani nëse dikush nga larg më shef, ulur këtu dhe duke lexuar një libër, zërës nuk është kamera, do dukem super performative, sigur po mundohem të dukem ndryshe nga të tjerat, jam veshur dhe ndryshe, dhe jam ulur duke lexuar një libër, jam kaq ndryshe, o zot. Dhe nuk kam marrë një libër do si do, por kam marrë një libër që është botuar në vitin 1996. U sigurova që të ishte libër para vitit 2004 dhe ja dola dhe quhet Kopshti i Edenit i Hemingway. Unë e kam lexuar deri këtu, që është gati nga fundi, por të them drejtën e kam lënë për gjysmë se nuk po më shtyej më. Ishte shumë përsëritës, ishte thjesht kjo goca që i thoshte tërkohës, duhet të nxjihem, duhet vazhdoj të nxjihem, jam shumë e bukur e nxjerr. Kam dhe një gjë shumë interesante për t'ju treguar. Fillimisht të riaplikojmë lip glossin se mos na ka ikur duke pirë. A nuk është shumë 2000s ky lip gloss është super me xixhe. E urrej lip glossin dhe nuk e vendos kurrë, por duhet shumë keq. Tani dua t'ju tregoj. Keni parë ndonjëherë këtë gjën juve? Keni parë ndonjëherë, sepse unë e kam parë, se e kam në dorë, por kjo është, e ke parasysh monedha 1000 lekëshe, është një lek letër, leku letër zemra. Siç është monedha 1000 lekëshe sot, ka pas qenë letër dikur dhe ka qenë pikërisht kjo. Më duket se këtë më ka dhënë gjyshi dhe më ka thënë ta ruaj dhe unë e kam ruajtur dhe u futa te siritarit dje dhe e gjeta dhe më duk super interesante që t'ju tregoj juve në video. Shpresoj të ketë qenë rreth vitit 2004 edhe besoj që po, besoj që ka qenë. Ka ishte gjë interesante që t'ju tregoj, shpresoj të ishte aq interesante sa më duket dhe mua. As nuk e mbaj mend ku e kam lënë këtë librin, aty a lexoj pak edhe juve. S'bën gabim? Jo, David. Unë po fle prap, tha Davidi. Dhe ja ku kemi zbarkuar te parku Rinia. Nuk e di pse thash zbarkuar. Ka kaq shumë njerëz të shtrirë në diell, thjesht duke shijuar, duke bërë banjo dielli. Dhe gjeni çfarë kanë të përbashkët gjithë këta njerëz. Nuk janë shqiptar, nuk e di, ne shqiptarë ndoshta nuk dim ta shijojmë jetën. Shikoni pak. Nuk dua t'i bëj zoomin në përftyra tani, se dua t'i prish shqetësinë, por të huaj, i huaj, atë duhem shqiptar në fakt, të huaj. Okej, pas ka dhe ca shqiptar, por shumica janë të huaj dhe nejse, mendoj që kemi harruar ta shijojmë pak natyrën edhe jetën pa celular, sidomos unë që jam gjatë gjithë kohës brenda në shtëpi, duke edituar, duke bërë ndonjë video, ndonjë gjë, dua shumë të shtrihem te ky bari. Prit. Okej. Tani e gjeti ky dielli të më hynë. Okej, mund të ngjaj shumë cringe. E para fakti që jam shtrirë këtu në diell, e dyta dikush mund të më shohë e shtrirë dhe me një kamerë sipër kokës, që është tripodi literalisht sa unë në këmbë, është kaq. Dhe mund të jetë cringe shumë të them që e dua prapë jetë. Literalisht, nuk natyra realisht të jep shumë qetësi, po ndihem aq e qetë tani. Kam një 2 javë që kam pasur super ankth dhe stres. Të lutem thuaj që është ndaj deg pemë. Është ajo gjëja që bën qeni.
këtu poshtë, por do e zgjidh më vonë ato, okay? Nuk dua të ma prishi qetësina jo tani, po ishte aq e fortë se po më vrise kurrizin. Ndoshta natyra nuk është aq e bukur. Po thoja që kam gjithë javë që jam shumë e stresuar, jam shumë në ankth, më merret fryma, nuk e di, kam gjithën shumë fizike, dhe tani që thjesht po ndjem aq e qetë, edhe kam një frymarrje aq të pastër në këtë momente. Dua të jetoj në 2004 tani, ju lutem, më hiqni nga ky vit i tmerrshëm. 1 milingon. Mora picë në një vend e cila në fakt ka ekzistuar në vitin 2004, madje ka ekzistuar që në vitin 1970, kështu që nëse nuk po bëjmë një video aq accurate sot, nuk kemi bërë ndonjëherë. Tani këtu ka një fushë basketbolli, edhe po shpresoj që të kishte njerëz duke luajtur basketboll si diçka që ti bashkohesha, por mendoj që kjo do jetë shumë e bëshme pas disa orëve. Nëse pas kësaj picës nuk di çfarë të bëj. Në vitin 2004 jam shumë e sigurt që njerëzit dilnin dhe luanin në lagje, edhe më vonë se 2004, po tani secila lagje, nuk as e para punës nuk luan më njëri në lagje, po tek kush lagje do luaj një herë. A luanin 20 vjeçarë do në lagje, si besoj. Ndoshta. Jam super e sigurt që nëse në 2004 piramida ka qenë e braktisur, si s'ka qenë për shumë vite, jam shumë e sigurt që njerëzit hypnin aty sipër dhe thjesht rrinin qelloseshin, siç po bëjon te parku Shpar. Kështu ndoshta mund të hypi sipër te piramida, në fakt është piku i diellit aty. Kur thash që kam diçka interesante me vete, është më tepër diçka interesante për t'u bërë se sa është interesante. Kam marr shkumsa me ngjyrë. Unë me këto nuk do vizatoj në asnjë tabel, por do bëj atë lojën që ne bënim kur ishim të vegjël në tokë, që nuk di t'ua shpjegoj, thjesht do e bëj. Shpresoj, nuk e di, kam harruar fare si bëhet ajo, por do bëj diçka. Tani siç u thash, nuk e mbaj mend fare si bëhet kjo gjëja me shkumsa, por do e bëj sipas imagjinatës time. E urrej këtë ndjesinë e shkumsit të duar. Kjo është kjo 1, pastaj është një tjetër, pastaj janë 2 këtu, jo, janë 3 këtu, me të verë. Okej, nuk e di. Si ja bënin njerëzit kur s'kishin celular dhe harronin një lojë që vizatohet në gura. Unë nuk jam duke bërë video si në vitin 2000, po jam 20 vjeçë dhe po bëj veten si në vitin 2004, 20 vjeçë, nuk e di pse po bëj lojra fëmijësh. Nëse është thjesht ideja e nostalgjisë, okej? Nuk ishte një kështu në mes, ishte thjesht kjo. E shef kur e përdor trurin dhe nuk përdor vetëm ChatGPT. Ore prit, ja kam futur shumë kod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atëherë është kështu. 1, 2, 3, 4. E kam bërë fix, e kam bërë siç është. Prit t'u tregoj. Nëse shihni me vëmendje, 1, 2, 3, 4. Kaq ishte kjo gjëja kaq interesante që do t'ju tregoja. 1, 2, 3, 4. Pastaj çka kthesh nga ana tjetër? 1, 2, 3, 4. Apo e bënin me këmbën tjetër. Prit. 1, 2, 3, 4. Kaq. Kaq është gjithë loja. Është një lojë shumë argëtuese. Fëmijët dilnin nga shtëpia, e janë këtu, e kanë bërë gati për e keni këtu, nëse nuk bie shi deri kur të kemi nxjerr videon. Dhe dilni, shihoni natyrën, shihoni fëmijërinë, mos u rrisni para kohe. Mra tensioni. Dhe ja ku jemi rikthyer në shtëpi, është ora 9:00 momentalisht dhe jam e vdekur. Ç'a bën njerëzit në 2004 në dark? Dhe pastaj mendova, okay, përveç se të han buk, që mua s'po më hahet fare sepse jam aq e lodhur se nuk më hahet. Shohin televizor. Po çfarë shohin në televizor është pyetja. Po bëja search në TikTok, s'ke ku bën tjetër, dhe pash që në ato vite ka qenë show Kush do të bëhet milioner. E gjeta në YouTube dhe në ato vite ka pasur shumë emisione interesante. Ka pasur game shows, ka pasur emisione edukative. Tani mendoj që nuk ka më asgjë shumë argëtuese në televizione përveç gjërave që i dim të gjithë tani që nuk kam se i përmend, por nuk ka më game shows, nuk ka më një emision që ti ta shohësh për argëtim dhe jo drama, thashë theme, por një emision aq argëtues sa emisioni Kush do të bëhet milioner. Më duket se ky emision që po shoh tani, domethënë kjo puntat, më duket se ky tipi është larguar me 50.000 euro, më duket. Duket se po. Sa herë thash më duket. Kush do të bëhet? Është shumë argëtuese, come on. Si keni kaluar këtë javë? Mirë. Imagjino, ky tipi tani mund të jetë 20 vjet plus. Nëse këtu ka qenë 40, tani 60. Sporti që më së shumti i ka sjellë medalje Shqipërisë nga garat në kombëtare është peshngritja, volejbolli, noti, shaku. Unë mendoj që është peshngritja, por le të shohim nëse jemi të saktë apo jo. Dhe kjo është nga dia e viteve 2000. Që nëse unë nuk e di 2004. Okej, dhe ky zgjodhi peshngritjen? Je i sakt. Isha e sakt. Ju keni nisur rrugën për të bërë
Kam fituar 250 euro deri tani, okay? Do doja shumë të kishte akoma emisione të tilla sot e kësaj dite, por fatkeqësisht nuk ka emisione kaq argëtuese dhe kaq informative. Nëse do vazhdoj të shoh këtë, kjo është diku te 50 minuta, nuk e dia do e çoj deri në fund se realisht jam shumë e lodhur dhe pastaj thjesht do flej gjumë. Okej, pash edhe një 30 minutë shtat i emisionit sepse realisht po më flihet aq shumë dhe që kam lodhur aq shumë sot saqë nuk e çova deri në fund. Në fund të çdo videoje YouTube unë tregoj përshtypjet e mia për eksperiencën time gjatë gjithë videos dhe përshtypjet e mia për këtë video janë nga më të mirat, kam mbetur super e kënaqur. Realisht ndjej një qetësi shpirtëror, ndoshta sepse ula në park. Mendoj që ai ishte highlighti i gjithë videos, sepse isha shumë in touch me natyrën, kur e mendon bro just had to touch some grass. Por realisht më pëlqen shumë lifestyle-i që kanë pasur njerëzit në 2004-ën, pra thjesht mos të kesh diçka teknologjike në çdo hap të ditës tënde, ti je çdo tërkohës në celular, kur s'ke çfarë bën në celular, kur ke çfarë bën në celular, për çdo gjë e ke celularin, pra është diçka, një pajisje ekstra që ne nuk na nevojitet për të jetuar. Në këtë vit na nevojitet, por në 2004-ën nuk nevojitej dhe jeta ishte shumë e thjeshtë dhe prap mund të jetoje si një person normal dhe nuk kishte nevojë për një pajisje që të kontrollonte gjithë jetën. Por unë mendoj që do të bëj her pas here këtë eksperiencë, pra të kaloj një ditë sikur të ishte 2004, thjesht të vërdallisem, të shijoj natyrën, të shijoj vetmin time në natyrë, jo brenda në shtëpi, se pastaj është një vetmi aq e bukur dhe ju sugjeroj shumë ta bëni dhe ju. Dua t'ju rikujtoj edhe një herë për partin 2000s në datën 4 shtator te Tunel Tarrac. Siç u thash tashmë 100 herë, dress code është rreptësisht 2000s, duhet visheni sipas viteve të hershme të 2000-shit, pra 2004, duhet të jeni plus 18 vjeç. Për sa i përket biletave, mund të gjeni çdo informacion rreth çmimit te profili im në Instagram ose në TikTok. Dhe mezi po pres të shihemi aty, I can't wait të shoh gjitha outfitet tuaja, të dëgjojmë ato hitet e viteve 2000, atë muzikën që kemi aq shumë nostalgji. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like, subscribe, share, comment, lini komente poshtë për video që doni të shihni në vazhdim dhe le të shihemi në videon e radhës. Bye.